kompanitë Alp Telekom dhe Eagle Mobile kanë finalizuar konkursin e shpallur disa muaj më parë, Shkruajmë bukur Shqipen ton, ku protagonist ishin nxënësit e grup moshës 12 deri në 18 vjeç. Në këtë konkurs, ku patën mundësi të marrin pjesë të gjithë nxënësit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme, juria përzjolli 4 fitues. Emrat e nxënësve fitues janë Kristina Troka nga qyteti i Korçës, Kevin Hoxha nga Tirana, Klaudia Koxha nga Tirana dhe Suada Kura nga qyteti i Durrësit. 2 çmime nga 500 euro secili u dhanë për 2 nxënësit nga shkollat 9 vjeçare dhe 2 çmime të tjera, po nga 500 euro secili për nxënës në shkollat e mesme. Shpërndarja e dhuratave për fituesit e këtij projekti është bërë gjatë një ceremonie të organizuar në ambientet e Hotel Rogner në kryeqytet, ku ishin të pranishëm drejtori përgjithshëm i Alp Telekom dhe Eagle Mobile, zoti Orham Çushkun, i cili në fjalën e tij gjatë aktivitetit u shpreh. Alp Telekom dhe Eagle Mobile olarak përshëndetje të gjithëve, jam shumë i gëzuar që ndodhem sot këtu në këtë ceremoni. Kemi zhvilluar Telekom dhe Eagle Mobile dhe ndjehemi lumtur të konfirmoj se më se 250 nxënës, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova dhe Maqedonia, morën pjesë në këtë konkurs. Gjuha është elementi në mos më i rëndësishëm në jetën e njeriu, sepse mbi të gjitha ne shprehim veten tonë nëpërmjet gjuhës. Një bisedë, një marrëdhënie fillon me gjuhën dhe po ashtu edhe një luftë fillon me gjuhën por dhe mbaron me gjuhën. Është një gjë mrekullueshme që ne e kemi mbështetur një listë të tillë dhe kemi përfshirë 10 nxënës nga gjitha hapësirat shqiptare. Për këtë arsye, unë falenderoj nga zemra Ministrinë e Arsimit që ishin të parët që na mbështetën dhe na udhëhoqën ta ndërmerrim këtë projekt, profesorët e nderuar të jurisë tonë, dhe mbi të gjithë nxënësit të cilët morën pjesë me krijimet e tyre, me eset e tyre në këtë konkurs. Öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Projekti, që ishte i bazuar në përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe, u shpall në ditën ndërkombëtare të gjuhës samtare. Me anë të këtij projekti, që u zhvillua në formën e një konkursi, u synua nxitja dhe motivimi i nxënësve të shkollave të mesme dhe atyre 9 vjeçare në krijimtari dhe përdorim korrekt të gjuhës sonë, sipas rregullave gramatikore dhe stilistike. Të gjitha krijimet e paraqitura janë vlerësuar nga një juri e përbërë nga 4 personalitete të spikatura të gjuhës dhe letërsisht shqipe, si profesor doktor Xhevat Lloshi, profesor doktor Kolet Stopalli, profesor doktor Arjan Marashi, doktor Agron Tufa dhe Alban Tartari, përfaqësues i Alp Telekom dhe Eagle Mobile. Projekti Shkruajmë bukur Shqipen ton, që është edhe pjesë e nismës vjetore të shpadur nga kompania Eagle Mobile dorë për dorë me arsimin, ka bërë që nxënës nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni të dërgojnë krijimet e tyre në prozë ose poezi.